Dhe për këtë janë ankuar dietarët në kohërat e mëhershme, saqë Dhahabiu në Siyar Alam Nubala thot, pasi se Siyar Alam Nubala Dhahabiu e përmend për dietarët prej pejgamberit alayhis salam, sahabëve dhe njerëzve të dalluar të umetit, prej dietarëve dhe njerëzve të dalluar të umetit. Pastaj kur vjen tek dietarët që kanë qenë para tij afër kohës së tij, thot me vdekjen e tyre thot jena sprovuar me njerëz që janë xahila. Tek Allahu thot ankohemi për gjendjen tonë të vështirë. Imam Dhahabiu para 700 viteve domethënë ankohet për këtë gjendje. Çka mund të themi ne tash kur xehli është përhapur edhe më shumë. Dhe shumë prej atyre të cilët shtiren si dietar në realitet nuk janë të tillë, Allahu na ruajt. Dhe padyshim se prej formave më të dalluara nëpërmjet të cilës është përhapur xehli është për shkak të bidateve, sepse nuk ndodh që të përhapet një bidat vetëm se e shuan një sunet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ne jemi dëshmitarë se dietarët e sunetit, të ehli sunetit pejgamberit alayhis salam kanë qenë dhe janë pakic në krahasim me njerëzit. Mirë po, shpresojmë që Allahu subhanahu wa taala me mëshirën e tij pra të na mëshiroj dhe të na ndihmoj dhe t'i përhap dhe t'i shtoj dietarët e hajrit, sepse siç thot në hadithin e Hudhaifës radiallahu anhu, thot pejgamberi pyet Hudhaifja, thot njerëzit e pyetnin pejgamberin alayhis salam për të keqen, për të mirën, ndërsa unë e pyetja për të keqen. Më thon shumica e sahabëve kanë pyetur për gjërat mira, për gjërat pozitive, gjërat fesë, ndërsa unë e thot e pyetja për fitnet, për të keqen, për sprovat, për çka do të ndodhin para kiametit, andaj e pyeta, o pejgamberi Allahut, ne kena qenë në gjendje të keqe. Më thoni ka thënë kështu, kena qenë në gjendje të keqe, ndërsa Allahu nëpërmjet teje e solli hajrin dhe u përhap e mira. Thot, a do të ketë pas kësaj të mirës të keqe? Thot, po, pejgamberi alayhis salam. Do të ketë të keqe, do të përhapet të keqe. Pastaj thot, pas kësaj të mirës, pas asaj të keqes, i thot ja Rasulullah, a do të ketë të mirë? Thot, po. Do të përhapet e mira pas të keqes. Dhe ne shpresojmë në këtë, sepse pejgamberi alayhis salam na ka premtuar, e cila po ashtu është prej shenjave të kiametit që do të përmendim, se do të përhapet feja Allahut subhanahu wa taala dhe pastaj përsëri do të dobësohet para kiametit.